Kjo është një ditë e veçantë për qytetin e Shkodrës, ku 34 vite më parë, të rinjtë dhe të rejat me cilëra më mira qytetarë të Shkodrës vërshuan nga të gjitha rrugët e qytetit kundër klikës së egër komuniste, ku për vite me radhë e kishte shtypur dhe masakruar popullin e Shkodrës dhe të gjithë Shqipërisë. Ishte dufi dhe urrejtja e popullit ndaj atij regjim diktatorial, ku vetëm të këqija mund t'i përmendim, që nga internimet, burgosjet, konfiskimet e me radhë. Të rinjtë e të rejat në ato vite u çuan kundër bishës së egër komuniste. Në atë kohë bërtisin të gjithë e duam Shqipërinë si gjithë Evropa, por edhe sot, mas 34 vitesh, përsëri jemi në atë hap ku ne e filluam që ishim të ri dhe prapë përsëri thojmë e duam Shqipërinë si gjithë Evropa. Po na takon përsëri ne të organizohemi dhe ta çojmë drejt Evropës Shqipërinë, aty ku e filluam në vitin 1991. Edhe sot ne përulemi para viktimave të komunizmit të asaj periudhe mas 34 vitesh me përulje të madhe. I përjetshëm qoftë kujtimi i tyre.